Çmimin për blerjen e 1 megawatt energji. Këto dikush do të më vonë përgjithësi për këto. E keni zyrë të regulatorit e cila funksionon me gjysmë staf, s'ka asnjë staf funksional çu duhet, shumë punëtori kanë ikë dhe s'ka më funksionim. Nuk ka asnjë auditim të investimeve, auditim të pavarur që kemi kërkuar na, të investimeve të keqë që po thotë që kemi bënë në rrjet. Na kemi pa gjatë periudhës vjetor dhe janar që edhe bizneset të cilat dolën dhunshëm në tregun e energjisë elektrike në këtë rast liberalizimi, 1300, janë përballur me reduktime të tmerrshme të energjisë, për të cilave kanë mësuar dome të jashtëzakonshme fillimisht teknike, themi, ka pasur shumë prishje, kanë rrezikuar me përfunduna për gjykata për shkak se partnerët e tyre me të cilët kanë pasur kontrata për dërgimin e produktit nuk kanë mujt mi dërgu me kohë, janë detyruar shumë punëtor mi dërgu në shtëpi se s'kan pas me çka mi funksionalizu ato fabrika, themi, ose makineri, dhe askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë çështje dhe askush nuk ka dalë në ndihmë për minimum këtyre bizneset cilat po paguajnë ka 3-4 fish çmim të energjisë elektrike me këto fatura prej bizneseve ose prej operatorëve, pjesa dërmuese të cilëve nuk kanë asnjë ditë përvojë në tregun e energjisë elektrike e të cilat janë licencuar në 2 javët e fundit para se me nis procesi liberalizimi. Pra, sikur ato këpurdhat që dalin mas shiut. Edhe krejtot bëjnë me mendu që me 1 prill do ta paguajmë mashtret rrymën e tutje. Fatkeqësisht po, e kemi pa, edhe ka qenë, me thonë të drejtën, shqetësuese, po dhe historike, sa shumë ramje të bloqeve të kekut kemi pas. Edhe kjo pastaj ndikon. Pastaj kemi njënin, me gjithse fillimisht e patëm 2 bloqe mi që me njëherë në remont, ndërhyjnë zërreja pas reagimeve të shumta, shqetësimeve që ndodhen, edhe thanë, ja, okej, leje njërin në punë, e tjetrin shtinën asi. Tash, mungesa që ati prodhimi, automatikisht afekton, dhe fatkeqësisht nuk afekton vetëm këtë vit, ka me afektu dhe vitin e ardhshëm. Prap kanë me kërkuar këtë si me rritë, ose operatorët këtë rast kanë me kërkuar edhe në 2027 me rritje energjisë. Dhe këtë kjo lidhet për shkak se ti nuk ke asnjë kapacitet të ri energjetik në Kosovë. Ki dështim total të projekteve që janë qenë shumë të rëndësishme për vendin tonë. E pa më shumë mirë, projekti për gazin nuk është tash po flitet prap me gjas për i bin pishman me disa takime që këshin banë Amerikë, se po dojna më këthy, tash për gazin në Rënërmen më këthy, baterit ma kemi pa sa herë dështoj me nëzija njësën diçka me punu, s'po djetë asë shka ka banë për to. Ki blokadën që e përmena pak ma herë për ligjet e përpunët publike, ku edhe ato janë të përfshime kompanit e energjisë, edhe ato me teme që kanë fitue për mes ankondeve ndërkombëtare që ka hapë qeveria e Kosovë, bëtë gjithashtu, ki edhe kompani vendore që kanë gjetë partner ndërkombëtar për me bëjë investime dhe ku fare nuk ka pas gatishmëri për me rregullu këtë punë. Ki një blokadë totale që për mu është e qëllimshme, nga zërreja duke kriju kushte totalisht të pafavorshme edhe për konsumatorët e rregulluar në këtë rast edhe për qytetarët që po donë me bën një investim në shtëpinë vet me qip një panel solar. Domthon edhe aty ne ja bën jetën të merr, edhe s'ka më hesapa as më shkoj mu baravat me 100 procedura atje. A na qysh prej fillimit të qeverisë të kaluame ose këta që prapë e fituan, për shkak një prej premtimeve të ministrit Ridvanolli ka qenë me bë one stop shopin. Ku është one stop shopi? Kërkues është. Kjo ka qenë një prej reformave që është dashur me bë. Që kanë bë punën situatën e vështirë, sa që kanë detyruar bankët botërore me pru ekip special prej Amerikës mu marrë me